Nga Partia Demokratike e Kosovës është me ne në studio dhe do të flasim për krizën aktuale politike dhe qëndrimet e PDK-s karshi kësaj situate. Atëherë, Zonja Deliu, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta, Donika, faleminderit. Faleminderit shumë që jeni sot me ne. Zonja Deliu, presidentja ka thirrur një takim me partitë politike sa i përket caktimit të datës së zgjedhjeve lokale. Në këtë takim po besoj që nesër do të jetë edhe lideri PDK-s. A mund të flitet edhe për ndonjë datë tjetër zgjedhjeve të përgjithshme apo do ta ngrisni si PDK apo si e shihni këtë thirrjen e presidentës? Po thirrja e presidentes Osmani është thirrje e cila do të merret specifikisht lidhur me datën e përcaktimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në afatet kushtetuese në të cilat Kosova po futet dhe natyrisht ftesa është bërë specifikisht për të trajtuar çështja e datës për zgjedhjet lokale. Partia Demokratike e Kosovës do të jetë aty dhe nuk ka ndonjë qëndrim tjetër që do të ketë diskutime të tjera përderisa temat. Pra nuk ka ndonjë gjallë që të ngritet çështja e zgjedhjeve të përgjithshme apo nuk do duhej që në raste të tilla kur ka tema specifike të ketë trajtim të temës së zgjedhjeve parlamentare ose çfarëdo teme tjetër, sepse konsideroj që presidentja ka legitimitetin e saj të plotë që t'i ftoj forcat politike në Kosovë lidhur edhe me blokadën institucionale, por edhe me përpjekjet për tejkalimin e krizës në kuvend tash gati afër 4 muaj. Po, dhe gjatë kësaj kohe keni pasur më ftesa të tjera nga presidentja për këto takime që kishte paralajmëruar për zhbllokimin e kësaj situate në kuvendin e Kosovës ajo? Donika, ju e dini që Partia Demokratike e Kosovës, duke pa rrjetat e bllokimit institucional, tash sa kohë në njërin prej takimeve të kryesisë ka kërkuar nga zonja Osmani që presidentja e vendit, e cila mbetet figura e vetme me legitimitetin më të lartë institucionale aktualisht, sepse e kemi një qeveri që është në largim dhe nuk kemi kuvend të Kosovës. Ne kemi kërkuar nga zonja Osmani që të ftojë një takim të krerëve të partive politike, ku janë ftuar gjitha partitë politike për të bërë përpjekje për tejkalim të kësaj situate. Takimi ka ndodhur, natyrisht nuk ka pas ndonjë rezultat pozitiv siç do duhet ndodhte, por paralajmërimet e zonjës Osmani kanë qenë që do të ketë edhe takime tjera, cilat nuk i kemi marrë ende. Apo duket që tani as presidentja më nuk po i bën përpjekjet për ta zhbllokuar këtë proces apo nuk mund të them që nëse presidentja nuk po i bën përpjekjet, sepse dini që është duke organizuar paralelisht edhe samiti në patronatin e zonjës Osmani në Prishtinë. Unë besoj shumë që në të ardhmen, ditëve në vazhdim, ne do të kemi në base informata të reja lidhur me zhvillimet, është dhe një kërkesë që tashmë është deponuar në gjykatën kushtetuese nga grupi parlamentari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, lidhur me specifikimin e mënyrës së votimit, nëse mund të votohet, të ndrohet procesi votimit nga votimi i hapur në votim të mbyllur. Ne po presim qëndrimin, vendimin e gjykatës kushtetuese, nuk kemi informata se kur do të jetë. Ekspertët cilët merren me këtë çështje japin afate të ndryshme, afatet cilat gjykata kushtetuese duhet ta kthej përgjigjen, por ajo që është shqetësuese, që duhet të thuhet është që Kosova nesër shënon seancën e 26, që nga 15 prilli, kur ka filluar Kuvendi i Republikës së Kosovës që të bëjë përpjekje për të dalë nga ngërçi politik, fatkeqësisht barikadimet e partisë e cila ka numrin më të madh të ulseve në Kuvendin e Kosovës, Lëvizjes Vetëvendosje, kanë qenë të barikaduar në një emër të përveçëm të zonjës Alborena Haxhiu, dhe Kuvendi po vazhdon të mbetet në ngërç, në ndërkohë që Kosova vazhdon të ketë sfida të mëdha, si në aspektin e zhvillimit ekonomik, në aferat shumëta të cilat ne i shohim çdo ditë, në ministrat të cilët kanë mbaruar mandatin e tyre si ministrat zgjedhur nga Kuvendi i Kosovës, ndërkohë që ushtrojnë paralelisht detyra edhe si ministra. Ishte rasti fundit me zotin Bislimi, i cili ishte në një takim që lidhet konkretisht me dialogun ndërmjet Kosovës. Shene si problematike përfaqësimin atje të Bislimit në emër të Kosovës? E shoh si problematike çdo përpjekje të personave cilët nuk kanë legalitet dhe legitimitet që sot të ushtrojnë mandatet e tyre qeveritare. Këtë kemi ngritur disa herë si shqetësim, sepse zoti Bislimi nuk e ka aktualisht legitimitetin dhe legalitetin e tij që të jetë në tavolinën e bisedimeve ndërmjet në dialogun Kosovë-Serbi, ndërkohë që ne kemi pas edhe vendime të tjera të cilat janë vendime të dëmshme në dëm të qytetarëve të Republikës Kosovës, embrime të këshillave drejtues, vendime të cilat janë lidhur me çështjet të buxhetit nga ministrat në largim, të cilët
paralelisht i kryejnë dy detyra, ndërkohë që ne kemi një krizë e cila po atakon qytetarët e Republikës së Kosovës. Donika, me datën 1 qershor, ju e dini që vendimi i fundit i zërejës i ngarkon me rritje të çmimit të energjisë elektrike bizneset në një vlerë jashtëzakonisht të madhe. Natyrisht ka pas një protestë të parë që është organizuar për të kundërshtuar këtë vendim. Partia Demokratike e Kosovës ka ankimuar, ose mirë të them, ka bërë një padi për të pezulluar një vendim që atakon mira bizneset, cilat do të detyrohen që të mbyllin fabrikat e tyre, ndërmarrjet e tyre, kompanitë e tyre. Shumë familje në Republikën e Kosovës do të mbesin pa punë për shkak të një vendimi të zyrës së rregullatorit të energjisë që në fakt ka krijuar monopol në ndërkohë që do duhet të kishte një treg të hapur me ofertues me numër më të madh, dhe aktualisht ne kemi një monopol dhe kemi të pamundur që në këtë situatë të krizës, të çmimeve të larta të konsumit, të çmimeve me të cilat përballen qytetarët e Republikës së Kosovës, e cilat natyrisht që do të rriten edhe gjatë muajve të verës kur fluksi i mërgatës do të jetë më i madh. Pra kemi një heshtje totale dhe një koordinim të zyrës së rregullatorit të energjisë me qeverinë, ndërkohë që po e them Megjithatë janë dhënë disa sqarime. Zyra rregullatorit ka thënë që nga viti 2016 bizneset kanë qenë të njoftuara për këtë situatë. Në anën tjetër, Ministria e Ekonomisë këto ditë ka thënë se po bën përpjekjet duke siguruar edhe disa operatorë të tjerë në treg për të qenë më i liberalizuar dhe më i qasshëm për bizneset ky tregu. A konsideroni që nuk janë bërë përpjekjet e mjaftueshme? Flitet për qasje, për treg të hapur e për më shumë operatorë, në ndërkohë që kemi vetëm një monopolizim të tregut të energjisë, dhe këtë nuk e them unë, këtë e thonë përfaqësues të bizneseve, të cilët janë tatim pagues të mëdhej të Republikës së Kosovës, dhe të cilët me punën e tyre për kushtimin që kanë gjenerojnë mira vende punën në Republikën e Kosovës. Pra në këtë kohë kur Kosova është nën sanksione ndërkombëtare, e izoluar në një kohë kur kuvendi i Republikës së Kosovës vazhdon të mbetet peng i një, po e them, nëse po i them shumicë, po një grupimi parlamentar që nuk e bën as hapin e vetëm që të ndryshoj gjendjen, pra gjendja vërtet është e rëndë. Dhe kjo çështja sidomos e energjisë, a konsideroni që duhet kishte ndoshta do të mund kishte një vendim ndryshe, po të kishim sot kuvend Kosovës për shkak se ndoshta do duhej zërreja të tjera në debat aty parlamentar, në debat rregullatorit të energjisë do duhet që të ofronte përgjegjësinë e saj karshi kuvendit të Republikës së Kosovës, dhe ne kemi thënë edhe forca tjera politike, por Partia Demokratike e Kosovës e ka thënë që sa po të ketë një konstituim të kuvendit të Republikës së Kosovës, ne do të kërshkojmë me ngulm shkarkimin e zyrës së rregullatorit të energjisë, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për shkarkim, bëhet fjalë për ndjekje penale të personave të cilët sot kanë përgjegjësi, e atë përgjegjësi e kanë marrë nga kuvendi i Republikës së Kosovës, e veprojnë në dëm të interesit të qytetarëve të Kosovës. Pra vendimi është i rëndë, është arbitrar. Unë e kuptoj që edhe shtetet tjera janë përfshirë në tregun e lirë, ashtu siç tash kemi edhe statistika, informata të detajuara, por nuk mund të aludohet ose të bëhet përpjekje për të thënë që ne po kërkojmë shumë operator, në ndërkohë që ne kemi një monopol të vetëm dhe çmimi është i papërballueshëm për kompani të cilat edhe ashtu sektori privat me shumë mundim arrin që të mbijetojnë një kohë të inflacionit të lartë, në një kohë kur çmimet e çmimi i energjisë elektrike është rritur, dhe kjo në masë zinxhirore është reflektuar në gjitha produktet e konsumit përgjithshëm. Pra gjendja nuk është e lehtë. Dhe tregon gjithashtu një urgjencë për konstruimin e kuvendit, sidomos edhe formimin e qeverisë. Çka pritet do në seancën e nesërme? A prit një skenar më ndryshe dhe një konstruim të kuvendit, apo skenari i njëjtë me ato 3-4 minuta dhe Dorika, mua më vjen keq që qytetarët e Republikës Kosovës janë të revoltuar me të drejtë, sepse këtë revolt ne shohim nga seancat e përsëritura, tash 26 herë me datën e nesërme, dhe pa asnjë ndryshim. Pra, ju e dini që Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar që për të tejkaluar ngërçin politik të kemi ndryshim të kandidatit. Është thënë disa herë nga përfaqësues të Partisë Demokratike të Kosovës që në rast se ka interes serioz që të tejkaluohet ky ngërç, duhet të ketë reflektim nga partia ose koalicioni Lëvizjave të Vendosja Alternativa dhe Lista Guxo. Mirë po sot, dhe edhe që tashe afërsisht 5 muaj, sepse ju e dini që zgjedhjet janë mbajtur me datën 9 shkurt, dhe Kosova po i afrohet 9 qershorit, kur ne shënojmë 4 muaj që nga mbarimi i zgjedhjeve e nuk kemi asnjë hap
përpjekje për të ndryshuar gjendjen, ndërkohë që... Pra po thoni që vendosja nuk është duke bërë aktualisht përpjekje për zblokuar situatën me kuvendin e Kosovës. E dini që me kushtetut mandati deputetit të Republikës e Kosovës është i lirë, ka qenë kështu për herë, dhe nuk mund të imponohet një kandidate e vetme pa një marrëveshje politike. Deputet të kuvendit të Republikës së Kosovës nuk mund të votojnë dhunshëm, me imponim, me përpjekje për të nxitur një votim, pa vullnetin e deputetëve që janë përfaqësues të zgjedhur të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Pra, kur mungon vullneti që të votohet një kandidate e cila nuk e ka mbështetjen, për ta tejkaluar gjendjen, duhet të ketë një marrëveshje politike dhe sot në vend të marrëveshjes ne kemi një barikadim të cilin e shohim tash 26 herë me seancën e nesërme, ndërkohë që ka pas kërkesa dhe nga subjekte tjera politike për emra cilët do të mund të merrnin besimin e deputetëve të zgjedhur, pra nuk mund të... Pra thoni që parti tjera kanë qenë konstruktive dhe kanë qenë të gatshme për ta zhbllokuar situatën? Edhe Partia Demokratike e Kosovës e ka thënë për ta zhbllokuar situatën, ne kemi bërë përpjekjet tona të pareshtura që nga përfundimi i zgjedhjeve kemi kërkuar, janë organizuar takime të kryetarit Krasniqi me përfaqësues të partive politike në Republikën e Kosovës, është ftuar një takim nga zoti Kurti dhe kemi qenë aty në tavolinë për të demonstruar për kushtimin tonë, për ta tejkaluar ngërçin politik. Ju e dini që nga ai takim ka derivuar vetëm përpjekja për ta ndryuar formën e votimit dhe nuk ka pasur asgjë të re në përpjekjen ose vullnetin tonë që ta tejkalojmë të pjesë të ngërçit politik. Kemi propozuar një takim tjetër të ftuar nga zonja Osmani, pikrisht për të bërë një hap për ta tejkaluar ngërçin politik, edhe takimi ftuar nga zonja Osmani nuk ka arritur që të prodhoj diçka për tejkalimin e situatës, pra në kohën kur mungojnë numrat, e këta numra njëherë janë 56, njëherë janë 51, pra nuk janë asnjëherë në numër të njëjtë deputetët cilët mbështesin zonjën Haxhiu dhe nuk arrin që të sigurojnë shumicën. Se cila forcë politike që nuk arrin që të siguroj shumicën, duhet të ullet, të mendoj mirë e të reflektoj, sepse fati i Republikës së Kosovës, i qytetarëve cilët sot kanë shumë brenga, nuk mund të lidhet me një emër të përveçëm. Asgjë personale me zonjën Haxhiu, është deputete për disa mandate në kuvendin e Kosovës. Po thonë që është gruaja më votuar, tani po ajo vetë tha gjë që e konsideron si sulme seksiste dhe mizogjene ndaj saj. Ka sulme të tilla? Mungesa e vullnetit politik për ta mbështetur zonjën Haxhiu nuk mund të kthehet në viktimizim dhe në adresim, si që bëri edhe vetë deputeti Kurti ose kryeministri në largim Kurti. Të dy bën përpjekje që refuzimin politik për ta përfaqësuar kuvendin e Republikës Kosovës nga një zonjë cila vazhdon të mos ketë mbështetjen e deputetëve në kuvendin e Kosovës. Në karrierën e saj politike si ministre janë numri më i madh i ligjeve të cilat kanë rëndesh me kushtetutën e Republikës Kosovës, ka dështuar që ta bëjë reformat në sundimin e ligjit, në sistemin e drejtësisë, dështimet gjatë kohës ajo ka qenë në krye të ministrisë, kanë qenë dështime teksuara. Prandaj, jo vetëm këto, janë edhe disa e shumë arsye tjera, gjuha polarizuese të cilën e ka përdorur për një kohë të gjatë zonja Haxhiu, po e dëshmon që ajo nuk mund të jetë një kandidate e denjë për ta përfaqësuar kuvendin e Republikës së Kosovës, sepse nuk i ka vota dhe nuk e ka mbështetjen. Prandaj kjo përpjekja për viktimizim është përpjekje pasinqertë. Sot kishim rastin që, ose dje, mbrëm, në njërin prej debateve televizive, me gjuhë të njëjtë përshmuese, sulmohet deputetja kuvendit të Kosovës Duda Balje, e cila është deklaruar që nuk ka vullnet politik ta mbështes partinë e cila ka fituar numrin më të madh të ulëseve, pra nuk mund që paralelisht të krijohen të standarde të dyfishta, të cilat nuk i ndihmojnë demokracisë, nuk i ndihmojnë Kosovës dhe mbi të gjitha nuk i ndihmojnë grave në politikë fuqizimit të tyre në rast se ne kauzat të tilla politike tentojmë t'i përvetësojmë me themi që ka gjuhë mizogjene e ka seksizëm, sepse viktimizimi sot nuk i shërben Kosovës, po të isha në vendin e zonjës Haxhiu, vetë do të ndalësha të mendoja pak më thellë, sepse 25 herë të dështoj
në kuvend për të marrë besimin e kolegëve të mi deputet, e para do duhet ta pyesja veten, a jam unë ajo që mund të vazhdoj një përpjekje e cila nuk e qënë Kosovën askund. Kosova sot ka nevoja tjera, qytetarët e Kosovës sot janë të zhgënjur nga një kuvend që shëndruar një cirk dhe nuk po e kryen obligimin që e ka për t'i përfaqësuar problemet e sfidat e mëdha që i kanë sot pensionistët, i kanë sot punëtorët në sektorin privat, i kanë punëtorët cilët punojnë në administratën publike, e ballafaqohen me paga të ulta, të papërballueshme me rritjen e lartë të çmimeve që kanë ndodhur në Kosovë. Da janë zona Deliu këto disa prej arsyeve të fuqishme që ndoshta edhe një pjesë e tjera të partive politike të reflektojnë dhe ta kalojnë këtë emër. Pastaj edhe t'japet mundësia edhe Kurtit apo të tjera për formimin e qeverisë. Partisë, subjektit politik, donika që ka fituar numrin më të madh të mandateve, i takon që për ta nominoj kandidatin ose kandidatën. Por absolutisht nuk është në të drejtën e tyre që të imponoj vullnetin e deputetëve në kuvendin e Republikës Kosovës, kur je i pari të takon që të ulesh e të diskutosh, sidomos kur zgjidhja mungon. E përderisa ka një ngërsh politik, ne kishim vetë deklaratat e zotit Kurti që u deklarua që s'ka asnjë nguti. Si mund të thuhet që nuk ka nguti për konstituimin e kuvendit Kosovës, për krijimin e institucioneve të reja në kohën kur vendi vazhdon të jetë izoluar. U përmend se fundi në takimin e zonjës Kallas që ishte në Kosovë, ratifikimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, u paralajmërua që më në fund Bashkimi Evropian do t'i largoj sanksionet ndaj Republikës së Kosovës dhe këto janë hapa të rëndësishëm që na obligojnë si deputet që kemi marrë besim e mandat, që të punojmë që fondet e Bashkimit Evropian të kthehen në Republikën e Kosovës. Janë pezulluar miliona euro të taksapaguesve të Bashkimit Evropian. Dhe përveç pezullimit, a mund të humbi këto miliona apo një pjesë të tyre jotën, nga mos kalimin në kuvend? Kosova po e humb momentumin që t'i përfitoj këto fonde, sepse kjo barikad, kjo blokad për 4 muaj, ndërkohë që bota po ecën, ju e shihni sot se çfarë po ndodh në shumë shtete tona, shtete në rajon, shtetet Bashkimit Evropian, shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, bota po lëviz me një Shqipërinë, bota është duke lëviz me një dinamik të madhe. Kosova sot është e izoluar, ka pak delegacione, ka pak miq dhe aleat cilët vinë për ta mbështetur dhe për ta fuqizuar vendin tonë. Është kjo ndoshta edhe një rapi arsye pse nuk po shohim edhe shumë diplomatë dhe faktorë ndërkombëtar që të ndërhyjë edhe të kërkoj. Kemi parë ditët fundit që ka pasur kërkesa që të ketë formim sa më shpejt institucione, po jo si më herët kur kemi parë deklarata më drejt për drejta dhe presion më shumë ndaj partive për të formuar institucionet. Është kjo një rapi arsyeve? Jemi harruar dinamikat e edhe këtyre përfaqësuesve të ambasadorëve të akredituar në Republikën e Kosovës që përfaqësojnë shtetet e tyre. Në për shumë shtete politikat kanë pas një ndryshim radikal, ju e dini ndryshimet në SBA dhe edhe në administratën atje, por edhe në disa prej shteteve të Bashkimit Evropian ka pas ndryshime radikale. Prandaj krahas ndryshimeve në këto dinamika të shteteve, natyrisht ne duhet të jemi shumë të përgjegjshëm dhe ta themi qartësisht që nuk kemi treguar bashkëpunues me mënyrën se si lëvizja vetëvendosje eksponentës saj kanë vepruar në raport me partnerët tonë. Ju e dini që gjuha ndaj partneritetit tonë, përpjekja që ta thellojmë edhe më shumë këtë partneritet, ka qenë një investim me dekada të tëra. Kosova ka fituar lirinë, pavarësinë, paqen, shtetëndërtimin, krijimin e institucioneve të reja dhe fuqizimin e tyre vetëm atëherë kur i kemi pas aleatët tonë. Së fundi ishte vetë zoti Kurti dhe kështu tha dhe nga ambasadori francez në Republikën e Kosovës që i ftoi ambasadorët e akredituar në Republikën e Kosovës njërin prej takimeve. Është kjo qasje e përfaqësuesve të zgjedhur të Republikës së Kosovës, kjo mënyrë e komunikimit prej deklaratave që eksponent ose aleat ton historik i quajmë naiv, e deri tek arroganca e skajshme politike në raport me rekomandimet, me këshillat, me udhëzimet që ne i kemi marrë për aleatëve tonë, natyrisht që e ka larguar edhe Kosovën nga binaret e saj, nga strukturat euroatlantike, nga aleanca jonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, në një pozicion të tillë, ju e shihni vetë cili ka qenë dështimi jonë për antarësim në Këshillin e Evropës. Prandaj është
alarm, është detyrimi ynë si klasë politike që kemi marrë përgjegjësi nga qytetarët e Republikës që Kosovën ta kthejmë në binarët e saj, ta fuqizojmë ekonominë e vendit dhe ta ndalojmë degradimin e shtetit, sepse ka pas një status quo dhe një degradim institucional që e shohim çdo ditë. Zona Deliu, si mund dalet ky degradim kur s'ka institucione? Nuk kemi institucione. Pikërisht, prandaj po e them, është absolutisht është nevojë imediate që sot dikush që ka marrë aq shumë besim nga qytetarët e Republikës së Kosovës të reflektoj, ndalet e të reflektoj se ku është degdisur sot Kosova dhe sa është e nevojshme që Kosova sot t'i ketë institucionet e saj. Ju e kujtani, ju jeni gazetare për një kohë gjatë, ne kemi pas raste të tilla të bllokadave institucionale, por kemi reflektuar. Ne kemi bërë marrëveshje politike, kemi ndarë përgjegjësitë. Ka pasur edhe atko me muaj të tërë bllokada. Kemi ndarë përgjegjësitë, nuk ka qenë e për masave të tilla, sepse ne kemi bërë qeverinë duke bërë bashkëpunim, duke ndërtuar ura të bashkëpunimit. Nuk mund sot të ketë etiketa, siç ka pas për 4 vjet, 5 vjet. Janë sulmuar gazetarit, janë sulmuar sindikalistët, janë sulmuar përfaqësues të partive opozitare, janë sulmuar zjarë fiksët, policët, minatorët, dhe kjo mënyrë e komunikimit nga një parti e cila ka marrë gjithat besim edhe nga këta njerëz, sepse këta të gjithë këto kategori që po i përmendi janë votues të Republikës Kosovës, votojnë në zgjedhje. Dhe mënyra se si janë sillur në raport me të gjithë, flet për arogancën e papund dhe mungesën e përpjekjes minimale për të ndërtuar konsensusin që duket jetë diçka e largët, diçka cilën zoti Kurti as nuk ka mundur të arrijë atëherë sa ka qenë opozite, që ka qenë njëri prej personave që për vitet tëra është angazhuar për të kundërshtuar çdo proces jetik në Republikën e Kosovës, e deri sot kur ai ka gjithat besim, ndërkohë që këtë besim të qytetarëve të Republikës së Kosovës nuk e kthen në konkretizim të planeve, ne as në fushatin e fundit s'kemi pa projekte, s'kemi pa program me cilin do të qeveriset në këtë mandat, por kemi pa kërkesë për t'i marrë 500.000 vota nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Ai besim duhet të kthehet në angazhim konkret e jo në mungesë të llogaridhënies që po e shohim çdo ditë. Dhe tani vetëndosës po i duan disa vota, ditët fundit ka pasur deputet brenda Kuvendit të Kosovës që janë deklaruar që kanë marrë oferta për pozita dhe për ndrim për të dhënë votën e tyre. A ka deputet brenda PDK-s që u janë ofruar oferta të tilla apo janë kontaktuar nga vetëvendosjet cili është qëndrimi i PDK-s nëse vetë se ka pasur kontakte të tilla? Deklaratat e deputetëve të zgjedhur kanë qenë publike dhe natyrisht që presionet tashmë janë publike, është bërë presion, e tha edhe vetë zonja Duda Balje kanë qenë të zëshëm edhe deputet të tjerë, cilët janë deklaruar që kanë pas presione nga subjekti politik Lëvizja Vetëvendosje që të ndrojnë qëndrimin e tyre, Partia Demokratike e Kosovës që herët e ka bërë qartë qëndrimin e saj, ne jemi absolutisht vëmendshëm në zhvillimet politike që do t'i ketë Kosova, kemi qenë shumë konstruktiv gjatë gjithë kohës, edhe gjatë fushatës së fundit. Megjithatë presion apo të kontaktuar nga deputet vetëndosjes gjatë kësaj periudhe nuk keni pasur? Personalisht asnjëherë, nuk e para, mendoj që deputetët cilët kanë tash disa mandate e kanë demonstruar rrugën e tyre politike dhe nuk ka vend për bashkëpunim me një subjekt politik që i ka sjell degradim shtetit Kosovës. Ndërkohë që ju i keni pa dhe shkëmbimin e mesazheve cilat kanë qenë publike, bëhet fjalë për përpjekje për të marrë vota në mënyrë të pazareve që janë kundërshtuar tash e sa kohë, sa kanë qenë opozitë të njëjtit, kanë qenë shumë kritik në mënyrën e koncesioneve ose pazareve politike. Sot ne po e shohim që ka përpjekje nga, dhe kjo po thuhet nga deputet, që një vot është të sigurohet një vot me një favor të cilin ja u kanë ofruar të afërm ose persona të lidhur me partinë. Dhe zonja Deliu, krejt në fund, si po e shihni situatën aktuale? Apo shkojmë më shumë drejt zgjedhjeve apo për juve si PDK e konsideroni zgjedhja një përgjigje nga ana e gjykatës kushtetuese dhe ka rrezik që kuvendi në këtë formë si është shkojë në pushime verore pa pasur një zgjedhje ose një konstituim? Si po e shihni situatën? E para do të ishte shumë e dhimbshme për Kosovën që kuvendi i cili është konstituar me datën 15 prill të shkojë në pushim pa e kryer asnjë seancë të vetme me përjashtim të një komisioni që është votuar dhe betimit të deputetëve, pra të mos e kryej asnjë detyrim që ne kemi ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës. Shihni se një skenar i tillë mund ndodhë? Ju e dini, Donika, që
zgjedhjet nuk mund të mbahen pa një marrëveshje politike. Edhe kur flasim për çështjen e zgjedhjeve, asgjë në Republikën e Kosovës nuk mund të bëhet pa u siguruar një marrëveshje politike nga aktorët politik. Dhe për këtë, unë kam dilemat e mia nëse zgjedhjet do të ofronin një zgjidhje politike, sepse gjendja e krijuar sot në kohën kur po diskutohen zgjedhjet lokale, nesër takim i ftuar nga presidentja që lidhet konkretisht dhe specifikisht me zgjedhjet lokale, të diskutohet pastaj edhe për një proces të ri zgjedhor, ndërkohë që Kosova ka përmbyllur këtë proces me datën 9 shkurt, është pa përgjegjësi e partisë që ka marrë numrin më të madh mandateve, e ka propaganduar, ka deklaruar tash e sa kohë që do të ofrojë zgjidhje për qytetarët e Republikës Kosovës dhe i ka lënë qytetarët sot peng të zhvillimeve brenda kuvendit Kosovës. Prandaj, unë nuk du të besoj që ne do të vazhdojmë deri ose në hyrje të pushimit veror të kuvendit Kosovës në një situatë të tillë e cila rrezikon të përsëritet edhe për një kohë të gjatë nëse nuk ka reflektim. Atëherë falenderoj që sot të më. Faleminderit dhe juve. Faleminderit. Dhe në vazhdim shohim lajmin kryesor të botës.